Partitë opozitare se s'pëdojnë një eksperiment e me dha Kurtit kush e garantat që kjo është eksperimentale për më mujë. Okej, Allajt njëjtat politika i bën. Pyetjen e fundit ja bëj zotit Maliqi. A mund të kyçet tani në këtë lloj politike zonja Osmani edhe të krijojë diçka ndonjë ta krijojë ta prishë ose ta ndrejë edhe një alternativë. Presidentja e vendit, e cila u duk aktive vetëm nëse dhe jep dorëheqje nga kryetarja, zgjedhjet edhe ashtu do të mbahen, edhe e fut në lojë edhe veten, edhe një elektorat që supozohet se i ka, edhe ajo mund tash atëherë që ja mundsoj Kurtit 100.000 vota për aposisht kanë shku te vetëvendosja që nuk kanë qenë të vetëvendosjes, po të LDK-s. Një krahu anti-thashi i LDK-s. A është kjo ajo befasia e madhe që mund t'i ndodhë skenës politike? Pa i ndodhi gjysa, nuk i ndodhi krejt. Jo, po thëmë, a është tash një tërheqje, ose një dërheqje presidentit Osmani edhe shkojmë... Vjosa tash po lunë një lojë tjetër, po distancohet edhe prej qeverisë, edhe prej me ambasadat përin, me Amerikën e me kështu. Nuk di aty a ka ndaj plan, ambasadorët kanë qenë përpara ma aktiv, tash jo. Tash kanë ndryshu pas përgatit skemën për opozitën, për nuk funksionoj. Ata kanë pas do ide tjera, kush me qenë me ullëdhec listën e LDK-s, Bedri Hamza është duket ideja e tyne. Se ka patur skemë se kjo interesante duket, diplomatike që opozita me një farëforme të merë përgjithësi. Kush, për shembull nga LDK-s ka qenë Lumiri? Apo ka mund të tjetë? Edhe me Mlis ka qenë i PDK-s, apo? Po s'ka nuk doli PDK. E kanë llogarit në ndërkombëtarët kontingjentin e votave në zonat ku LDK-ja është e dopt. Që do të dilte pak më mirë. Po, ata kanë propozu nga Zbet Muhaxhirin të Pejës, që nështë për LDK-n kishë fitu më shumë bota vetë personalisht edhe... Se sa Lumira Dëgjiku? Po. Në përgjithësinë gjithë Kosovën? Lumiri vetet me kryetari partisë. Po, si kryetari partisë. Si kandidat për kryeministër. Këtë po e dëgjoj po e... Nisht pak o spekulative... Maliqi mos na tha ndonjë informacion që s'është dashur ta. Jo. Se kjo se ka shumë interesante. Në për kuluare gjithë u folë ashtu. Po, vetëm varet edhe çfarë kuluare edhe... E tash... Mba merr mendja unë çfarë kuluare. Në këtë rreth po gjithsesi kjo që ka... Që ka lajm. Edhe tash, po mendoj nuk po përzihen shumë, po janë të interesuar mos me pas si partner këtu Albin Kurtin se e kanë ignoruar 4 vjet të gjitha zyrat diplomatike, ai nuk ka pas asnjë takim serioz, pos në ato takime që janë protokolare. Shkon edhe në Munich në ato konferenca e kështu. Po me kryeministër nuk kemi qenë të përfaqësuar. Vetëm e thrasin tash kohëve të fundit Vjosën. Dhe ajo mund faktorizu prap sa vota ka këto kërkur se dim. Këto e vërteta që se dim. Po, kryetësiu... Edhe ajo pëllun lojën me qenë edhe njerë, ashta. Edhe njerë presidente. Për një mandat tjetër, po duhet dikush ta votojë për ta. Si realizohet kjo nuk e dim, në këtë sot jo. Po mundet me qenë... Sot është pak problem. Me një rast mund të ndodhë dorëheqja e presidentës. Dorëheqja e presidentës, për shembull, hipotetikisht do të ndodhte për të prodhuar efekt zgjedhor dhe për të normalisht që dorëheqja e saj do të ishte bashkangjitje në LDK dhe të prodhonte një rezultat tjetër. Unë mendoj që do të ndodhte me një situatë kur të argjoja dhe të konsumoja fati kohor për krimin e institucioneve. Për ndryshe, derisa janë hapur mundësit që potencialisht do të kishte për shembull një koalicion PDK vetëvendosje, dorëheqja e saj do të ishte e kotë. Domethënë sepse një koalicion i tillë mund të zgjedhë presidentin. Domethënë dorëheqja e saj mund të vijë si mjet, nuk janë funksionale, po, mund të vijë si mjet, nëse do të përdori si mjet politik, vetëm atëherë masi të kalojnë gjitha afatet kohore, do të thotë për krimin e institucioneve, edhe përcaktohen zgjedhjet, edhe s'pa shku me përcaktimin e zgjedhjeve mund të kishim edhe një dorëheqje të presidentit edhe të futej në garë zgjedhore. Kjo është shumë hipotetike, shumë, a mund të jetë kalkuluar politikisht, mund të jetë, mund të prodhojë efekt, mund të ketë
Ne sot kemi pasur disa vizita të ambasadave në subjekte politike, madje bile në LDK-n. Unë nuk mendoj që ambasadat ose bërësia ndërkombëtare orientojnë, por gjithsesi mundën me dhënë rekomandime për çështje të zhvillimit vendor. Këto takime të cilat po ndodhin, sa Lumira Abdixhiku, madje e paraqiti publikisht që kemi diskutuar për procesin edhe politike, tash në procesin politik me siguri diskutohen edhe klimi i institucioneve, edhe klimi i koalicioneve dhe çështje tjera. Se çfarë referenca ata mund t'japin ose japin nuk e di, por gjithsesi unë mendoj që situata nëse zoti Kurti nuk dëshiron, dhe unë kam besim që ai nuk dëshiron të eksperimentojë me një qeveri 8-9 mujore deri në zgjedhjen e presidentit, ne do të kemi një situatë 2-3 mujore kur subjekte politike pa marrë parasysh cila, do të arsyetohen para publikut dhe do të ulen në tres për të kriju një qeveri me një koalicion tjetër. Por më mendoj kjo është ai konsumi i kohës edhe kur fillon të rritet presioni publik që kreja në institucionet, se neve na duhen në institucionet, edhe kur a interesi i qytetarëve humb pak se kush me kënë për e bën, unë mendoj se atëherë do të kemi një momentum të ri të zhvilluar. Zoti Kryqëzimi se nuk zgjidhen organet drejtuese të kuvendit, koha nuk rrjedh sipas kushtetucës. Nuk rrjedh. Domethënë ta mundin me blloku 6 muaj ditë. Ta mundin me blloku, jo. Ta mundin me blloku. E dërgojnë kushtetuese thatë. Ta mundin me blloku me një kohë kur opozita dëshiron me dërguar kushtetuese. Për ndryshe nuk ka ne afat kohë. Kushtetuesja për 24 orë atëherë çka vendos? S'vendos po 24, por në këtë moment do duhet vendoste për një kohë shumë të shkurtër. Okej. Ato çfarë dim ne është që me 2 muaj kush ka interes me i me bë qeveri për 5 muaj. Po 6 muaj. Po për shembull krijimi i koalicionit vetëvendosje PDK krijon numra të mjaftueshëm për me zgjedhur presidentin, e për cilën besoj edhe krijimi i koalicionit vetëvendosje LDK krijon numra të mjaftueshëm edhe për zgjedhjen e presidentit. Edhe PDK sui generis. Në të dy rastet të subjektet politike. Tani domethënë ato më të LDK do duhet pak peshkim. Besoj që do duhet pak peshkim, po mund të ketë elemente tjera që mund ta pakrojnë. Edhe lista serbe duhet me qenë sallë. Lista serbe në sallë nuk voton, po duhet me qenë sallë. Duhet me qenë gjithçysh. Jo të gjithë në kur e ka po dhe. Jo të gjithë, do të një pjesë aty me pse të potencialisht Rashidin me Adem Hoxhën i ban 80 edhe nëse hin me LDK-n. Edhe herën e tretë votohet me shumicë të tjerë. Adem Hoxhën, po thua Adem Hoxha është pjesë e lojës? Po gjithmonë ka votuar, është problem. Konstruktiv. Konstruktiv ka qenë. Varet sa po shkruan ato që. Edhe në zgjedhjet e kaluara presidentit kanë votuar 2-3, do thotë kanë ecë në sa. Okej. E kam një lajm jo shumë të mirë për ju e zona zotëri, në fond sepse këtu përfundon politika për sonte. Nëse është lajm i mirë për mysafirët që edhe pse kam përshtypjen që edhe mysafirët sot debatuan me shumë ëndje. Edhe unë kisha shumë kënaqësi. Me pasion. Natyrisht. Kisha shumë kënaqësinë që ta kem bashkë zotin Maliqi edhe zotin Kryeziu sot në këtë debat shumë cilësor, po ashtu e falenderoj Drenorin i cili sot ishte goxha shumë aktiv në momente dhe shumë skenik. Matoshin i cili është shumë i zëshëm edhe i pa kompromis. Edhe atëherë kur e ka gabim. Dhe përdor terma jo fort kolegial. Jo, unë alo mendoj që unë s'kum gabu. Meno. Sepse unë vetë shoh gabimin edhe kur kom gabu kërkoj falje, po nuk kum gabu kur jo. Këtë vërtet këtë ka cilësi. Matoshi e ka cilësi. Po unë domthon duhet me pas një kanal, një mos vlerësuese, një fare taloni duhet me pas. E vërtet është. Saktë është. Usë mi qullavë të ashtu me honë, hajra që të mirë janë krejt. Po i bie që unë... Ajo qullë. Po i bie që unë kështu... Jo, ti je drejtuesi i emisionit, jo, ti je baje neutralitetin, je gazetar. Unë jam status neutral. Absolut. Po kjo nuk do të thotë që gashi është. Por ajo çfarë unë i them gashit është faleminderit shumë. Faleminderit juve, kështu mendu kushtrimi ja pruni dhurat Halilit një libër e pash para 2 ditë të Luis Ponte Dullac, thotë si të qëndrosh fisnik atëherë kur si gabim në jetë. How to stay humble when you are not wrong. You have not been Nëse wrong. humble nuk është fisnik. Humble është Fisnik është noble. noble. Humble i bjen kështu me qenë Gentleman. po gentleman. Ani I mirë. këndshëm. Se vash zot Matoshi po. Ngrohtë. Po se ky so kur gabim. Ama zona o zotëri, falenderimi më i madh ju takon juve. Që ndrohet me ne deri në këto momente.
Vazhdoni të qëndroni edhe më tutje me kanalin 10.